Kanë kaluar plot 2 dekada se cilën ditë në vete ka pasur ankthjen e madh, sepse ende nuk është gjetur dorasi që ja mor jetën komandant të Drinit, ushtaraku dhe generali së këtij qyteti dhe komandantit që bëri më së shumti që Prizreni të çlirohet e të jetë ky që është sot. Nëna Çamile, se cilën mbrëmje ka ra se nesër do të dihet nga kush ishte ajo dorë zezë e tinzare që ja shuajti jetën birit të saj. Allah ju kthehet për të mirë. Si e keni kujtu me ditë kush e kemi gjatë. Ma mirë që kam bë pak e knaqshme jam. Se ka dikush që harron, faleminderit për kredve juve. Si familje, po ndihemi shumë mirë, edhe më të gëzuar jemi që gjyshja nëna komandant Drinit është këtu në këtë ditë madhe për ne. E kemi pritë shumë këtë ditë të kësaj gjithë Prizreni në gjithë Kosova. Arsyeja pse ne jemi mirë se edhe kjo punë u realizua. Kom pas qef që kjo më krye. Edhe kjo u krye, edhe kjo është jam më i lumtur sot se gjithherë. Është një nder i veçantë pasi që më në fund po bëhet diçka për Drinin me këtë memorial kushtuar komandantit. Është një pjesë e historisë e përshkrimit të komandant Drinit, domethënë me aktivitetin dhe punën që ka bërë gjatë luftës dhe pas luftës. Jemi të emocionuar shumë për arsye se më në fund diçka po realizohet për komandantin.